Erena Mosh, por me një pasion të madh për shkrimin. Kjo është Leila Beqiri nga Tetova, e cila, edhe pse ende në bankat e shkollës së mesme, ka vendosur të bëj hapin e saj të parë në botën e letërsisë. Libri i saj i parë mban titullin Kafshë me vetëdije, një vepër me reflektime filozofike dhe psikologjike që sfidon mënyrën se si njeriu e sheh veten dhe botën përreth. Përmes këtij libri, autorja trajton natyrën e njeriut si një shenjë që lëkundet mes instiktit dhe vetëdijes, duke ngritur pyetje mbi identitetin, lirinë dhe rolin e individit në shoqëri. Se si lindi ideja për këtë libër dhe çfarë mesazhi dëshiron të përcjellë tek lexuesit, e tregon vetë autorja. Ideja për të shkruar këtë libër lindi domethënë gradualisht, në momentin kur unë fillova të shoh përreth dhe të pyes, të them pse ndodh kështu, pse është ky fenomen ashtu, dhe jo vetëm të pajtohemi me faktin se ashtu duhet të jetë, ashtu duhet të jetë e shkruar. Ne si njerëz të vetëdijshëm kemi vetdije, kemi ndërgjegje, kemi logjik. Mirëpo gjithsesi preferojmë që të veprojmë në bazë të instinkteve, në bazë të iluzioneve. Dhe pikërisht këtu do të thoja rash ndesh me vetë mendimet e mia dhe kështu lindi ideja për të shkruar një libër. Po vetë titulli i librit, Kafshë me vetëdije, është një titull provokues, që rrallëherë mund ta shohim dhe mund ta imagjinojmë se vallë çfarë mund të ndërturë në vete ky libër. Çfarë simbolizon? Leila, na përshkruaj pak. Kafshë me vetëdije, një titull që edhe pse më erdhi spontanisht, ashtu ide qasti, çdo herë ka nxitur atë mendimin, atë ndjenjen e parehatisë tek lexuesit. Çdo kush më ka pyetur, pse pikërisht këtë titull, Leila, është një titull mjaft provokues. Mirëpo esenca se pse e zgjodha këtë titull nuk është as pak provokim, do të thoja edhe pse tingëllon ashtu, kafshë me vetëdije, nuk do të thotë se e barazojmë një njeri me kafshë, asesi. Mirëpo këtu ka të bëjmë më së tepërmi me vetë sjelljet e njeriu të cilat përkojnë me kafshët. Si për shembull kemi raste të ndryshme ku një njeri mundohet të arrijë diçka me dinakëri, themi si një dhel për dinake. Në këtë rast, po ashtu edhe kur mundohet që me butësi të arrijë diçka, themi ai shndrohet në një lepur dhe kështu me radhë. Më së tepërmi në këtë aspekt do të thoja. Nga gjitha ajo që ke shkruar dhe nga gjithë ato vite e di që kanë shkuar për të shkruar këtë libër, unë jam e bindur që në fund ke vendosur që titullin ta vendosësh, apo? Bazuar nga të gjitha ngjarjet, nga të gjitha thënjet filozofike që i ke nga autor të huaj, dhe në fund ishte vendimi për ta vendosur të titull, apo? Po, ishte një ide qasi që më erdhi ashtu spontanisht duke e shkruar, thash, kafshë me vetëdije, tingëllon bukur, kështu le të jetë. Dhe si e mirëpritën të afërmit fillimisht të titull para se ta botoje librin realisht? Fillim e kam diskutuar me recenzentët, normalisht thanë është pak provokues, mirë po gjithsesi edhe nëse do më jepej mundësia që ta shkruaja edhe një herë, nuk do e ndryshoja, do e lëja të tillë, sepse nëse një titull arrin të zgjojë atë ndjenjen e parehatisë, të themi, të shëndetshme, do të thoja se atëherë ka arritur kjo vepër qëllimin e saj, synimin tim, nga që vetëm kur lind ajo ndjenja e parehatisë, ajo do të na shtyn neve drejt të menduarit të ndërgjegjshëm, drejt vetdijes, dhe vetëm me vetdije ne do të kuptojmë esencën për asaj, për atë sepse ne kemi lindur dhe se si ne duhet të veprojmë ndaj qasjeve të ndryshme, ndaj fenomeneve të ndryshme të cilat ndodhin rreth nesh. Qartë. Atëherë për gjithë shikuesit dua që pak a shumë na shpjegosh brendsinë e këtij libri, sa kapituj ka, çfarë përmbajtje ka, ku je bazuar, ku je inspiruar, ku e gjete atë thellësinë e shpirtit që e shpalose pastaj në letër. Po, libri në përgjithësi ka disa kapituj të radhitura dhe tek ato unë sharoj apo të themi trajtojmë tematika të ndryshme, duke filluar me temën e parë, kapitullin e parë, e gjitha kjo ka të bëjë me pyetjen pse. Edhe pse është domethënë një pyetje e vogël kështu, një rrok, se të themi ka atë vlerën e saj, ka një vlerë të madhe, sepse ne çdo herë mundohemi që ta anashkalojmë apo të jemi indiferent. Pikërisht kjo indiferenca është ajo që më shtyu të shkruaj edhe kapitujt e tjerë me radhë. Kemi plot kapituj ku trajtojnë tema të ndryshme dhe jam munduar që tek secila të vendojnë nga një thënie nga një filozof përkatës që ka të bëjnë lidhje me atë temën. Në përgjithësi, objekt studimi i veprës është njeriu. Njeriu është në qendër të vëmendjes dhe sjelljet të cilat ai i bën gjatë
të themi gjendjeve të ndryshme, gjatë fenomeneve të ndryshme dhe kështu me radhë. Do me thënë është një vepër, një ndërthurje urlidhëse, do të thoja, mes filozofisë, psikologjisë dhe kritikës shoqërore. Do me thënë, ka aspektin filozofik në mënyrën se si na shtyn të pyesim dhe jo thjesht i marrim përgjigjet e gatshme. Ka edhe atë aspektin e ndjeshmërisë, do me thënë se si ne ndjehemi gjatë këtyre gjendjeve të ndryshme emocionale. Këtu do të themi ka një rol psikologjia, po ashtu shërben edhe si një lloj kritike shoqërore. Ka ndihmuar dikush për rreth, ndoshta për t'ju kyçur kaq thellë filozofisë dhe psikologjisë, sepse jenë në një moshë shumë të re. Je vetëm viti i 4 në shkollë të mesme. Po, mirë po do të thoja se gjatë viteve kam lexuar çdo herë veprat e filozofëve të mëdhenj. Dhe ajo të ka ndihmuar. Mjaft. Do të thoja mos e tepër me një ndikim të madh ka pasur Friedrich Nietzsche me veprën Antikrishti. Çdo herë ju rekomandoj gjithëve që më pyesin, është një krye vepër, është fenomenale. Përveç Friedrich Nietzsche do të thoja ka pasur një ndikim edhe Aristoteli me veprën Logjikën, të cilën edhe pse e kam lexuar disa herë do doja që ta rilexoj sërish. Përveç këtyre është edhe David Hume, kemi Emmanuel Kantin dhe kështu me radhë. Mirë po, sa i përket stilit të shkruarit të veprës, do të thoja një ndikim më të madh këtu ka pasur Friedrich Nietzsche, nga që stili im është i ngjashëm me të tij. Do me thënë është një stil i thjeshtë, direkt, i drejt për drejt. Po, është i artikuluar në atë mënyrë që të kuptohet nga audienca, pavarësisht moshave të tyre, i drejt për drejt, mirë po megjithatë nuk ofron përgjigjet të gatshme, nga që ne jemi mësuar tani siç kemi edhe digitalizimin që çdo herë ti marrim përgjigjet e gatshme. Jo, do të thoya na shtyn që të pyesim, të kuptojmë dhe të ndërgjegjësohemi në përgjithësi. Më intereson kozgjatja. Përderisa ke shkruar këtë libër, unë e di që ti je në shkollë të mesme, je nxënëse shembullore, shkëlqyeshme dhe që nuk e ke lënë anash asnjëherë shkrimin. Unë e di që vite të tëra të kanë shkuar, por si e vendose që të gjitha ato shkrime ti përmbledhësh dhe ti botosh pastaj në një libër. Kur ishte ai momenti kur tha, po, do t'i mbledh dhe do t'i shkruaj në një libër, do t'i përmbledh? Fillimthi i shkruari e kësaj vepre filloi prej më herët, mirë po nuk kam shkruar gradualisht. Ka qenë gjatë kohës kur isha klasën e 9. Do me thënë atëherë fillova... 4-5 vite. Po, ashtu rreth 5 viteve më parë. Atëherë fillova që të shkruajt, themi t'i shndrojmë ato mendimet abstrakte në diçka konkrete në një fletë, dhe kështu gradualisht duke shkruajtur, edhe pse do me thënë nuk ka qenë proces linear, ka pasur ato pauzat, ato blokadat cilat i hasim në gjithë si shkrimtar, mirë po ideja për ta botuar më lindi pikërisht këtë vit. Thash, pse jo të mos e botojmë një vepër, pse jo të mos lexohet edhe nga dikush tjetër, pse të ngelet vetëm një dokument në një sirtar. Dhe si ju prit pastaj nga lexuesit, nga ata që të paktën e kanë shfletuar dhe nëse jo nuk e kanë lexuar të gjitha, të tërën? Mendoj se u mirëprit mjaft mirë, më mirë se sa që e kisha paramenduar unë. Gjithë do me thënë që kanë filluar ta lexojnë dhe kanë lexuar veprën, më kanë thënë është një vepër mjaft e thellë dhe me të vërtet ja vlen të lexohet. Shumë mirë, thot, më kanë thënë i ke artikuluar gjitha. Ashtu siguron që tash ende pa e lexuar, vetëm nga titulli dhe nga hyrja e parë se çfarë vepre është, andaj të tash si more guximin që një vajzë kaq e re të hynë në këto tema kaq të thella filozofike, psikologjike, duke ditur që një titull mjaft i thellë, provokues, por i thellë që ta vendos atë pikpyetjen vallë çfarë mund të ketë në këtë libër. Prandaj edhe tash mund të na sqarosh pak edhe për publikun e gjerë. Unë e pash që ti këtë libër e ke të përkthyer edhe në gjuhën angleze, Leila. Po, veprën e kemi edhe në gjuhën angleze. Të gjithën do me thënë e kam bërë vetë, me përkthim, me përshtatje, lektorimin, gjitha e munduar që t'i bëj vetë. Gjuhën angleze e flasë për një moshë shumë të hershme dhe nuk e kam pasur as pak problem, dhe mendoj se të shprehësh mendimet dhe gjitha ato gjendjet emocionale të tuaja në gjuhë të huaj, nuk është diçka e lehtë, por gjithsesi arrihet dhe besoj ja vlen, pse jo të mos e zgjerojmë audiencën edhe të një kombi tjetër, të cilët mund ta lexojnë dhe të japin mendimet dhe vlerësimet e tyre rreth veprës. Po, sigurisht që është mirë të sa më shumë të shpërndahet, në sa më shumë gjuhë, kuptohet që është edhe për ty pastaj edhe një arritje tjetër e madhe. Leila, më thuaj të ka ngel kështu diçka në peng ose ka ndonjë histori të veçantë në këtë libër që e ke ndarë me lexuesit? Nga përvoja yte flas.
Po, atëherë do të thoja se cili shkrimtar mundohet të lë një pjesë të vetes në veprën e tij, edhe pse ndonjëherë kjo mund të jetë domethënë në një mënyrë që ne as vetë nuk e kuptojmë, por ja arrim ta bëjmë. Veprën, edhe pse e kam rilexuar sërish, të gjithë besoj i hasim ato gabimet dhe themi, pse nuk e shkrova pak më ndryshe, apo ta ndryshojmë pak këtu. Mirë po gjithsesi nëse do m'jepej mundësia të ndryshoj diçka, nuk do e kisha bërë, do të doja ta lija ashtu siç është, sepse kjo e ka atë ngjyrimin, atë larmishmërinë e një gjendje në cilën jam gjendur unë, në një themi emocion, ka atë ngjyrimin e vet si vepër dhe nuk do të doja që t'ja humbas atë. Po për kopertinën, sepse dhe kopertina është shumë e veçantë. Kush është përkujdesur? Gjithën e kam kryer vetë, themi drejtën, edhe dizajnin. E ke krijuar vetë? Po. Wow, të lumt. Mendoj se këto ngjyrat kështu që janë në kontrast çdo herë më kanë tërhequr dhe mendova pse jo të mos e shfrytëzojmë edhe në gjatë kopertinës së veprës. Zhvesh njerëzit nga iluzionet për të zbuluar vetveten. Është pjesë e librit edhe kjo, nga titujt? Po, do me thënë, kur përmendim iluzionet përfshin atë pjesën instiktive, se si ne, edhe pse kemi ndërgjegje, vendosim që të veprojmë bas të instikteve, që na asociojnë me kafshët. Dhe tani këto instikte, kur ne i bëjmë, ato vazhdojnë që të na zhysin në një humner të thellë brenda vetes. Dhe ne vazhdojmë të zhytemi dhe të zhytemi në errësirë. Mirë po, në momentin kur ne shfrytëzojmë vetdijen, atëherë do të themi ne do të dalim sipërfaqe nga ajo. Mirë po, ne çdo herë anashkalojmë dhe vendosim që të vazhdojmë ashtu, nga që ashtu ka qenë e shkruar të jetë, le të jetë ashtu. Unë mendoj se libri çdo herë i fton lexuesit të dalin nga kjo humner, nga kjo hapësirë në cilën gjenden ato, dhe pse jo shembull të mos zbulosh një version të ri të vetvetes sate, pse jo të jesh një person që arrin kulminacionin e vet në veprimtarinë e tij. Edhe një shembull pastaj për të tjerët. Për të prezentuar. Në tua je në gjimnaz në vitin e 4, je maturante si vjet. Ke menduar studimet çfarë do vazhdosh për psikologji, filozofi ose ndonjë drejtim krejtësisht të kundërt nga kjo? Mendoj pavarësisht asaj që do të zgjedh për objekt studimi në të ardhmen, shkrimi do ta ketë vendin e vet. Çdo herë jam munduar që të balansoj. Do e konsiderosh si hobi vetëm? Po. Kam do me thënë interesat të ndryshme, më pëlqen edhe lëndët e ndryshme, si për shembull informatika, matematika, por gjithsesi edhe për informatikë, përderisa dizajnin e kopertinës e ke bërë, ndërlidhet diçka me dizajn. Po, mirë po gjithsesi pavarësisht asaj që do të zgjedh, mendoj se të shkruarit e ka vendin e vet dhe çdo herë do të gjej kohë për t'u marrë me të. Okej, a si e balanson kohën, Leila, si e gjen kohën për të shkruar, inspirimin, ke kohë të caktuar kështu kur ulesh dhe vazhdon të shkruash, ose do që edhe nëse je gjatë rrugës të kujtohet diçka dhe merr celularin apo një letër me laps dhe e shkruan. Kjo më intereson, në një moshë kaq të hershme. Në një moshë kaq të hershme, do të thojë inspirimi më ka ardhur çdo herë spontanisht, asnjëherë shembull nuk e kam bërë me orar që të shkruaj në këtë kohë. Jo, mendoj se në atë moment kur më vjen ideja, në atë moment do të shkruaj. E shpalos. Po. Dhe ato ide që i shpalos para se ti publikojnë në libër, ja ke treguar ndokujt? Jo, gjithë një herë e kam përpiluar vete, kam kompletuar dhe më pas ju a kam treguar. Si konsultuar as me prindrit, as hiqa? Jo, do të thëja ju a kam bërë surprizë atyre në fund. Kur vendosa do me thënë ta publikoj, ju tregova, normalisht të thanë, wow, si të erdi kjo ide të botosh libër, mirë po normalisht kanë qenë çdo herë suportues dhe çdo herë më kanë përkrahur familja e Xhaxhai dhe kështu me radhë gjithë. Përveç përkrajen që e ke gjetë të familja, Leila, po përkraje institucionale të ka ofruar dikush ose ke kërkuar që ta bësh promovimin e librit? Promovimin e kam kryer gjithin më 9 shkurt të këtij viti, mirë po përkraje institucionale nuk kam pasur, do të thëja gjitha shpenzimet i kemi bërë vetë. Familja këtu ka pasur rolin kryesor. Si e sheh rolin e shkrimtarëve të rinj në vendin tonë? Sa gjejnë ato përkraje përgjithsisht? Se mendoj që je në vazhdimsi, domethënë në komunikim me shumë artistë të ri, me shumë shkrimtarë të ri dhe e din se çfarë vendi kanë ato të sigurt në vendin tonë. Edhe pse nuk është diçka e lehtë, do të thoja më së tepërmi përkrajen e kanë nga familja, nga rrethi i ngushtë, mirë po gjithsesi këtu nuk mund mohuar, edhe institucionet mund të japin përkrajen e tyre. Duhet bërë më tepër, sidomos për gjeneratat e reja, sidomos për ata që vërtet kanë prirje, si për shkrim, por edhe për fushat e tjera, kuptohet. Në këtë rast për shkrimin.
tënd. E dashur, pas këtij libri do fokusohesh prapë në tematikat të ngjashme filozofike, psikologjike ose do ndrosh krejtësisht fushën, temën e shkrimit? Tani jam pikërisht në përpunime si për të veprës së dytë, është niveli i dytë i veprës së parë. Mendoj se përmbajtja është e ngjashme. Po, vëllimi i dytë. Përmbajtja është e ngjashme, ka atë aspektin si filozofik, si psikologjik, po ashtu edhe kritiko-shoqëror. Mirë po mendoj se tek vepra e parë kam lënë hapësirë që edhe lexuesi të kyçet dhe të shfaq ato mendimet dhe botkuptimet e veta, perspektivat e veta. Mendoj se te vëllimi i dytë do të përhapemi pak më tepër gjatë temave dhe ndoshta do të merr një kahje pak më të larmishme, më voluminoze. Mirë po gjithsesi esenca do të jetë e njëjtë. Okej, Leila, unë falenderoj shumë që bëre pjesë e ritmit ditës, ishte shumë kënaqësi që ta promovojmë edhe në emisionin ton këtë libër tënd, i cili më la shumë përshtypje nga shikimi i parë, nga titulli, ashtu siç e thash, edhe paraprakisht unë mezi po pres që ta lexoj për të parë se sa ka qenë e thellë filozofia yte në këtë shkrim që ke bërë. Jam e bindur që edhe gjithë ata që e kanë marrë në duar e kanë lexuar më një herë, sepse vetë titulli të ngacmon dhe të jep kurajë ndoshta pastaj edhe për ta lexuar. Të uroj shumë suksese si në shkollë, ashtu edhe në shkrime dhe urojmë që ti promovojmë edhe të gjitha librat e tjera bashkë. Ju falenderoj shumë, jashtëmase, ishte nder dhe kënaqësi të jem pjesë e emisionit tuaj. Me librin e saj të parë Kafshëm e Vetëdije, Leila Beqiri vjen si një zë i ri në letërsi, duke dëshmuar se pasioni për shkrimin dhe mendimin kritik mund të lindë edhe në një moshë shumë të re.